Një avion i kompanisë ajrore Air France u detyrua që të kthehej pas në Paris 2 orë pas nisjes, sepse një pasagjer humbi telefonin gjatë fluturimit. Avioni, i cili po udhëtonte drejt Point API-3 në Guadalupe, u kthye si mas sigurie, duke sjellë 375 pasagjerët dhe 12 anëtarët e ekuipazhit mbrapsht në Francë. Sipas Air Plus News, ky nuk është rasti i parë. Muajin e kaluar një avion tjetër i Air France u detyrua të kthehej pas, sepse telefoni një pasagjeri ra në një ajrim të kuzhinës së avionit, duke krijuar rrezik për zjarr për shkak të baterisë me litium. Ngjarje të ngjashme ka ndodhur edhe në kompani të tjera ajrore. Një bateri e jashtme shpërtheu në mes të fluturimit të një avioni të linjës Air Asia nga Bangkoku drejt Nakhon Si Thammarat në Tajland, duke shkaktuar panik te pasagjerët. Zjarri shpërtheu duke shkaktuar kaos në bord. Fatmirësisht, askush nuk u lëndua dhe avioni ul në destinacionin e tij në kohë.